Porosi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo porosi, mësojmë se besimtari duhet të jetë i kujdesshëm për emërtimin e fëmijës së vet. Prej Ebu Derdas radiallahu anhu, transmetohet se pejgamberi alaihi selam ka thënë: ditën e gjykimit do të thirreni sipas emrit tuaj dhe të prindërve tuaj, andaj emërtoni fëmijët tuaj me emra të mirë. Transmetojnë Ebu Daudi dhe Hibani.